Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një tjetër video në kanalin tim. Siç po e shikoni nga titulli, sot po dal pa Kian për herë të parë. O zoti i madh, jam shumë emocionuar. Nuk e di si do shkoj. Nuk e keni idenë se sa qumësht i kam pompuar Stefanit. Shumë parë. Prit sa? Një shishe 250 ml, 2 qese plot, se cila me nga 120 ml, dhe një biberon të përfunduar me 120 ml. Nuk e di, jam 500 ml për 3-4 orë. Po nga që është hera e parë, nuk e di, jam çike emocionuar. Nga ana tjetër aman, jam edhe pak do e futa Chelsea më. Se di. Jam edhe pak e lumtur që po dal një herë me Sarën, me një shoqe vet. E di që është herët, Kiani nesër bën 2 muaj. Shiko, kam arruar të ngas makinë manuale. Kian nesër bën 2 muaj, po jam vërtet e lumtur që do marr pak kohë për vete. Edhe do bëjmë shopping. Pa çka se nuk më duhet gjë, thjesht ndjesi për të dalë, për të marrë me shoqen time. Jam shumë e lumtur, kështu që sapo jam bërë gati. Jam dhe nervoze dhe i kam thënë Stefanit të lutem më merr në telefon për çdo lloj gjëje. Kudo që të jem, unë do vi se nuk do shkoj larg. Edhe shpresoj që të më marri. Ishte në fakt edhe dëshira e tij. Stefan kishte pyetur Sarën, të lutem nëse mundesh bëj diçka një ditë me Nexhin, sepse ndjej që Nexhi ka nevojë të dali, është lodhur në shtëpi, vetëm me Kian 2 muaj rresht. Edhe tani nuk e di se si do shkoj, gjithsesi do e mbaj telefonin në zë. Nëse duhet të vi patjetër do vi, por nga ana tjetër jam dhe shumë e lumtur për Stefan, sepse gjithkohës kur ai është me djalin jam dhe unë aty. Jo bëje kështu, jo bëje ashtu, jo mos i jep kështu, jo mos i bëj ashtu, dhe është koha që edhe ata të dy mbase në disa orë të njohin njëri tjetrin pak më mirë, edhe mos të më ketë mua tërkohën si një mushkonj në vesh. Bëje kështu. Ta bëj vetë me ndjesin për djalin, siç mendon ai si babi që djali ka nevojë tani. Shohim si do funksionoj. Unë dhe Sara do shkojmë në një qendër tregtare që quhet Clocher d'Or në Luksemburg dhe ka të gjitha këto branded këto firmat si Bershka, Zara, H&M, HM-ja, Stradivarius, Pull&Bear, do me thënë gjitha. Shpresoj, unë kam marrë 140 euro me vete dhe ka që kam limitin, nuk do harxoj asnjë cent më shumë. Po dalim më shumë për eksperiencën, për të parë, jo shumë për të blerë, se unë kam blerë, kam rroba, nuk di më ku t'i vendos, po thjesht të bëjmë diçka vajzash. Jam shumë e sigurt që nuk do blej për vete, por do blej për Kian. Shumë i thash kemi zjarr. Po pra, shumë nice. Po mendoja me të drejtën më shumë që ta vura këta plastikut. Sapo arritëm tek qendra tregtare. Qendra tregtare quhet Clocher d'Or, siç e thash, dhe ndalesa e parë është tek Pull&Bear. Ta shikojmë, ne me Sarën thjesht kemi dalur sot se njerëzit pastaj më korrigjojnë, kemi dalë për eksperiencën. Nëse do na pëlqej vërtet diçka do ta marrim, po jo se na duhet diçka, se jemi mbushur me gjëra nga Shein dhe nga Temu. E pra, Shein, okay. Shein. No, falni. Temu, Shein. Shi sa bukur, ha. Shojmë vërtet nëse do na pëlqejnë ndonjë. Ja, vajtëm te xhupat e lëkurës patjetër, Sara, të lumë.
se xhupat e lëkurës shkoj, po këto janë shumë të bukur. Unë kam të mame që ka dhe në gjerë. Fikë si këto është. Na Ke gjesh blini, mas mëmri e madhe duke si kjo. na blini me mama gjëra ande. Ja, fikë si ajo që ka munën e që. Ja. Po thuaj se. Sa e bukur. Kjo ke më të bukur. Se ke E më mirë kam. material. Është pak më i plotë, po që shumë e bukur është. Ta blem dhe një me që është shumë e bukur. Kemi 2. Just for fun. Shikoni, gjeta një palto të bardhë të bukur me rip, që më pëlqen shumë dhe është kështu oversize, po Sara nuk më leq ta blej. Jo direkt. Jo direkt, po ma morën këta, do më bash përgjegjësi. Yes. Dakord. Ndoj marqa. Kam marrë këtë palton e bardhë, kam marrë një bati, kam marrë një palë gjinse, edhe një kostum të zi. Të shohim nëse do gjeti shka që më ri mirë. Isha nuk më bëjnë, mos për shlek. Pëndojmi me këtë kostumin njërës. Shumë i bukur. Sa shikoj një? Shikoj më. Jo, i kam këtu jashtë 26. Edhe ajo, bluza ishte 15 diçka. 20 bluza. 20? Po vetë shumë. Na shkom gati 50 euro. 25. Jo, 25. 45. 20 edhe 26? 20 dhe 26 me ti 26, mire. Gati 50. Mirë, vi provata Shumë të e tjera. bukur. Shikoni, kjo është veshja 2. Gjinset janë shumë të bukura dhe më tregojnë, kurse bluza shiko se po vesh tani edhe palton, prit. Shumë e bukur kjo palto ja njerëz. Më pëlqen shumë. 30 pak, po që se është 30 ca, do e marrë vërtet. Kjo është small, do shikojmë dhe për extra small. Edhe e kam dhe mirë se për shembull fut edhe kianin këtu brenda, edhe mund ta lidh. Shikoni sa e bukur është. Më pëlqen. Do shikojmë mos ka extra small, për shembull që të më ri jo kaq oversize. Këtë besoj do ta marr, kurse kostumin do e lë një herë, po ishte shumë i bukur. Nëse nuk gjej gjëra të tjera ku ti përshlekat, do e marr dhe këtë të zezën. Dola nga Pull&Bear me palton vetëm, ndërkohë që më pëlqeu shumë edhe kush më pëlqeu ajo kompleti i tutave. Mirë po ato i lash një herë. Sa i bukur nga ky fustani. Palto nuk është se më duhej, por një palto e bardhë i duhet çdo njeriu. Kështu që ishte edhe çmim 46 për një palto aq të bukur, të madhe, të gjatë, nuk besoj se e gjej më mirë as në për këto të sa e bukur dhe kjo shumë e bukur. Po mirë, po ngjyra më e bukur dhe më duket sikur është më e plotë. Jo. I kësaj është, jo? Jo. Shumë e bukur që ka thënë. Georgette. E shikoni, unë e mora 46. Nëse po e shoh. Që më pëlqen. Karakit. Po. Kemi një palto për 11 deri në 12 vjet për 148 cm. Unë jam 159. Disclosure, sa e dini sa e gjatë është range tani. Jo, keqe. Duket jo si palto, po si xhaket. Është duket vërtet bukur, më pëlqen shumë. Ta, është çift normal. Për 13 deri në 14 lekë. Do blesëm xhaketa thonë. E po kjo nuk ka astar, e? Po prap 35 euro. Për të rritur e gjën 60. Ape se only 80 pas. 80 pasta. Po kjo ka të njëjtën prerje si atë që ke veshur sot. Të ri shumë bukur. Të ri vërtet shumë bukur. Okej, nuk do e marrësh, thjesht po të them që ti. Jo, nuk do e marrësh, sa po bleve palto. O sa po shumë bukur, do shpik si stan ne që nuk e duam një të madhe dhe e duam prerje të lirë. Shumë bukur. 35 euro. Si shumë. Shumë. Jo, më ngjyra tjetë ajo më pëlqen shumë besha. Si ajo e fëmijëve. Si
lëvizje. Ja. Po, vetëm e veshin sot, e rehatshme nuk është. Është? Okej. Është e rëndë apo jo? Edhe material gërgja i mirë. Sa e mirë është. Po, qime besoj do mbledhi. Nëse ti I ke zeza macat, kështu që... Sara apo jo? Si mendoni? Ha? Të sa të kthejmë përgjigje atë? Kemi ikur ne dhe është shitur dhe kemi ruajtur lekët. Oni sa bukur kanë zbukuruar këtu, ha. Ka lezet. Të vjedhin ca topa që të zbukurojnë pemën tonë. Shumë bukur e kanë bërë. Shopping, mbaruam. Ua, sa bukur që të ta bërë një foto, Sara, për pak. Shopping e mbaruam, unë bleva palton e bardhë dhe bleva dhe atë kostumin me tuta. Do t'ja tregoj edhe njerë në shtëpi, po nuk e kalova limitin 1 dhe bleva në gjërat mira. Edhe paltoja ishte shumë e bukur e imi, janë pëlqeu shumë fare. Tani jemi ullur të pim diçka që nga ky bari shumë I lezetshëm, komplet jeshillëk, na pëlqen jeshillëkat neve. Edhe të pim diçka mbase një smoothie, mbase një jus frais, 6 euro jus d'orange. Distratë I gelato macchiato dhe tash jus frais. Unë nuk pi dot kaq bon se e leki janë I pa gjumë. Janë pastaj do të catë më. Okej, tani do porositim diçka, pastaj mami do vendosi pompat se po shpërthen gjoksin. Edhe njerëzit do habiten këtu, po nuk më intereson. Unë do pi kafe macchiato me qumësh. Ti hedhin pak tek macchiato, qumësh mami. E ke me antitrupa, me vitamina, me çdo gjë. Do jemi të lidhura kur jetë pastaj. Po. Ti me mua, unë me ty jo, kur të bësh ti fëmijë. Është bonding. Selam do na vjen në çes. Ka marrë lëng portokalli, Sara? Gëzuar. Sapo, s'ka? Po? Sapo mbaruan blerjet. Sara u vetë ofruan për të paguar parkimin, po parkimi këtu është falas deri në 5 orë. Tani do ikim për në shtëpi, ora është 5:20. Ne u takuam në 1:30, domethënë ka 3 orë kemi. Që jam pa djalin, më mungon shumë. Pagove, bravo. Mami më ka pompuar qumshtin, do t'ja çoj djalit tani fiks të ngrohtë në shtëpi. O, sa ftohtë që nga tani. Okej, ne erdhëm nga këtej, kështu. Po, bravo. Tani, për gati 20 minuta shkojmë në shtëpi, do t'i marrim në telefon burrat, se burrat tanë janë bashkë te shtëpia jon. Janë bashkë burrat tanë. Ja ku jemi, ja, në kë. Edhe nëse na kanë gatuar në një gjë mirë, po do na thonë neve na sillni nga një dynër kur të vini, e sigurt. Prit ta hap derën. Jo, do me thënë, vetmja gjë që paltoja e zezë është pak jo komfortabël, me thënë drejtën është e bukur, po shumë e rëndë. Shumë e rëndë. Për mua. Nuk e di si e ndjen ti, po mua më duket si shumë e rëndë. Të vitë ka shumë. Të ke vetë fare të? E mirë se nuk ka filluar akoma I ftohti. Jo, ai ftohti ka filluar. Mirë, po ideja është që kanë veshur më këto më të rahatshme, xhupat. E pra që janë çikse më të lehtë. Kjo është e keqja e saj paltos që është çiksi shumë e rëndë. Aman, qofse vesh një fustan, qofse vesh kështu, e kemi. E kemi që e kemi. Dhe besoj se nuk I ke që në moda. Jo, po. Edhe kësaj që bëjmë sot. Tani sot kemi blerje konstruktive. Konstruktive. Çfarë do të thotë kjo? Duket si e zgjuar, gjysha po thama, po. Do të thotë që blerje konstruktive, do të thotë blerje ndërtuese, jo shkatruese. Kupton se blerjet jo të mira të shkatrojnë kuletën dhe garderobën se rëndojnë shumë. Kurse konstruktivet janë e kundërta e kësaj. Që të bëjnë të përparosh. Kjo është definicioni më
cool. Mirë, hajde Nuk kemi pirë gjë, qumësh. Jo, dhe në qikë qumësh kështu kësaj brenda. Nese, isha të na shkoj rruga ka që mirë sa që kemi u mori. E biletën e pagove, pra? Pa tjetër, 100 euro nga borçu. Shkojmë tani se më ka marrë malli për djalin për 3 orë. Është koha më e gjatë që kam qenë ndonjëherë pa djalin. Sara të rriatë. Po ju tregoj shpejt e shpejt se çfarë blevëm, siç tham, nuk është se blevëm shumë gjëra. Sara blevi vetëm pallton kafe, besoj ja u tregova në video. Dhe unë bleva pallton e bardh, e mora mas extra small, juve atë që pat ishte small, ishte pak e madhe të shpatullat, kjo është extra small, ishte fix. Dhe e kam shumë të mirë, sepse edhe tani që do dalë, do paketoj kia në brënda, edhe kam mundësi që ta lidh me ripin para, kështu që është shumë e mirë. Sa kushtonte? Kushtonte 46 euro dhe për një palto me astar të gjatë dhe kaq të bukur, besoj që kam bërë zgjedhjen e duhur. Pastaj bleva edhe kostumin, e pat edhe në foto, vërtet që ishte shumë i mirë, materiali shumë i mirë, shiko, e kam bërë pis që tani, apo jo? Jo, ishte hija. Edhe mund ta veshësh për shembull si me atleta dhe do ngjarë shumë sportive, si edhe nëse mund ta vesh me një paltak apo sandalka, do ngjaj shumë mirë. Kështu që në dimër me një xhaketë sipër ose me një pallto të ngrohtë mund ta vesh, po gjithashtu edhe në pranverë apo në verë, thjesht me krah të shkurtra, kështu që ishte shumë e mirë. Bluza ishte 20, pantallonat ishin 25. Të dyja bashk 45 dhe unë kisha marrë 130 ose 120 euro limit për të prishur, prisha vetëm sa i bie 90 euro. Kështu që pastaj, duke qenë se Sara kishte një pallto që nuk e vishte, kjo pallto është sa e bukur ta vesh ta shikoni, ma dha mua sepse unë ngela duke i dhënë gjëra që për shembull asaj mund t'i duhen dhe tani ishte rradha e saj. Injorojeni kuzhinën, se është dita tjetër dhe akoma nuk e kam pastruar. Ja, kjo është palltoja, shumë e bukur me prerje beli. Dhe unë i mbaj këto gjëra, Sara nuk i mban. Ishte një ditë shumë e bukur, vërtet, ishte nga njëra anë shumë nice, të kishe prap kohë me shoqen e ngushtë, Kiani po lëshon zhurma, ka filluar të njohë zërin e tij dhe është gjithkohës duke bërë Po thosha ishte shumë bukur kur del me shoqen e ngushtë, pas kaq gati ku dëgjon 4 muaj që s'kisha dal fare për shopping, me shoqen e ngushtë që kur Kiani ka lindur pra që në shtator. Dhe nga njëra anë ishte bukur që prap të dilje pa bebin, por nga ana tjetër më mori shumë malli dhe mezi prita që erdha, por Stefania kishte dalë shumë mirë. Kështu, kjo ishte videoja që kishim. Shpresoj ju ka pëlqyer. Shihemi në video tjetër. Ciao.